Sepse shpesh racat e zgjuara të qenit e përdorin inteligjencën e tyre si formë dinakërie dhe nuk të binden. Dhe kjo e bën procesin edhe më të vështirë, sepse shumica marrin racat të zgjuara dhe u çedon procesi trajnimit. Si mund ta kuptojmë ne këtë pjesë? Sepse çdo gjë nis që në momentin që pse do marrësh një qen. Domethënë, në momentin që merr një qen, absolutisht nuk duhet të jetë një vendim emocional. Duhet të jetë një vendim i kalkuluar, sepse po merr një vendim për 10, 15 vit, 20 vite të ardhshme, varësisht sa do jetoj qeni. Në momentin që përzgjedh të durin, kjo bëhet edhe më e lehtë. Cilat janë disa gjëra që çdo qen, domethënë ne duhet ja mësojmë çdo qeni? Niset e gjitha nga baza, me socializimin në distancë. Është ai ushtrimi që unë e bëra pak më herët. Socializimin në distancë në mënyrë që ti ta prezantosh me stimujt kryesor. Niset me crate training. Crate training është edukimi me kafaz trajnimi që shumica shqiptarëve e keq kuptojnë. Domethënë shikojnë si llom torturash, që është absolutisht e gabuar. Crate training është kafazi trajnimit, është shtëpia jonë e plazhit, shtëpia jonë e pushimit dhe prezantohet si stimul dhe kjo na shërben që ndërtojmë oraret e urinimit dhe defekimit në mënyrë që të urinoj dhe defekoj jashtë. Gabimi bëhet që të briderat e kultivuesit e qenve që nuk i mësojnë kafazën e trajnimit siç duhet dhe abuzojnë të kjo pjesë. Do duhet që brideri ta trajnojë qenin që në fillim me kafazën e trajnimit që urinimi dhe defekimi mos bëhet shtëpi. Gabimi i dytë që bëjnë pjesa më e madhe e pronarëve të qenve është e marrin qenin dhe lënë të lirë në shtëpi. Dhe gjithë shtëpia përfundon një tualet i madh, sepse nuk e kufizojnë dhe mësojnë me iden që mund të urinojë dhe ndërtojnë vatrat e urinimit dhe defekimit. Nisat me crate training, më pas shkojë drejt socializimit me zhurmat. Socializimi me zhurmat sepse qeni qëndron gjatë nga 2 muajsh deri në 4 muajsh është pak a shumë cikli plot i vaksinimit. Gjatë kësaj periudhe qeni ka nevojë gjatë gjithë kohës për stimuj noise anxiety, sepse kultivon anktin e zhurmave. Duhet që gjatë gjithë kohës kësaj periudhe ta kultivosh iden do ta prezantosh me stimuj zhurmash, televizor, makina, që gjatë gjithë kohës frekuenca të qëndroj stabil, sepse kur e nxjerr nga shtëpia nga e brendshme, në mjedis të jashtëm, qeni është gjatë gjithë kohës i pasigurt, sepse ka qëndruar i izoluar ndaj zhurmave. Më pas niset me socializimin. Fol. Fol. Bravo. Fol. 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 Okej. Ta bëj kështu. Fregi, fol. 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 Okej. Sa bën 1+1? Fol. Fol. Bravo. Bravo. Sot çfarë do na tregosh? Mund të filloj me disa ushtrime shumë të thjeshta. Fillohet me procesin e socializimit në tham, janë komandat bazë. Komandat bazë i mësojnë një qeni për të ndërtuar një psikologji të caktuar. Nuk është qëllimi, sepse një pjesë e madhe e shoqërisë shqiptare i mëson komandat të qenit pa mision dhe pa funksion. Domethënë thjesht ulu, shtriu, show. Çdo komandë ka për qëllim të caktuar. Sigur po e bëj për cirk, më fal. Komanda po është cirk. Komanda shtriu është komandë neutrale që i qëndron nëse on frengin ne kam këtë stat dhe këtu janë duke kaluar qenë të tjerë, automatikisht ky është neutral dhe i tregon qenëve të tjerë që unë nuk jam në mision ruajtje apo mbrojtje. E mbroj pronarin tim, por nuk jam duke kundruar gjithë zonën. Po ta lën komandën ulu, ju tregoj qenëve që unë jam gati tu. Që në situatë caktuara mund të reagoj. I bëra këto paralelizma për të kuptuar ideja se sa rëndësishme janë komandat e caktuara. Bravo. Bravo. Kam një shprehje, ne kemi postulat në trajnerët, mos e gjykoni trajnerin nga rrobat që vesh dhe nga këpucët që ka, për arsye se gjatë gjithë kohës ne jemi pis. Atëherë, ushqimi tek qenë, sidomos tek qenë të mëdhenj, mbahet i fshehur në këtë lloj pozicioni. Pse? Sepse ka labrador ose qenë që janë lupsa që dashurojnë ushqimin dhe në momentin që ti e prezanton automatikisht ai domethënë të kafshon duart. Të merret edhe dorën. Kafshon duart. Thjesht fillimisht prezantohet Franki, hajde. Fillimisht punohet me në hapësirë të ngushtë, në hapësirë brenda dhe më pas shkohet në midis të jashtëm. Thjesht fillimisht prezantohet ushqimi, mbahet i fshehur. Hajde Franki. Bravo. Dhe ne jemi duke përforcuar idenë hajde. Franki, hajde. Bravo çon. Duhet të jetë gjithmonë me një shpërblim. Bravo. Fillimisht është mirë që të ndërtoj, unë bazohem shumë tek positive reinforcement. Positive reinforcement është të përforcosh sjellje pozitive, sjelljet që ti do. Fillimisht, duke qenë se duke mësuar, jemi tek ai 7 deri në 15 minuta që folëm në fillim, bëhet prezantimi gradual dhe fillimisht shpërbleje që të forcohet sjellja, të forcohet veprimi. Franki, hajde. Bravo. Gjatë gjithë kohës, hajde. Mësohet me idenë që kur dëgjon tingullin, hajde, ai do shpërblehet. Edhe qenë nuk funksionojmë në bazën e fjalëve, po funksionojmë në bazën e tingujve. Çka do të thotë? Nëse unë i them ulu,
Qofse unë i them ulu, qofse unë i them ulu, janë 3 tinguj krejt ndryshëm. E kuptoj. Domethënë është e njëjta fjalë, por janë 3 tinguj. Janë 3 tinguj. Nuk është se e kanë konceptin e fjalës ulu si fjalë. Jo, e kanë konceptin e fjalës si tingull. Okej. Frenki, folëm për komandën e hajde. Hajde. Po. Bravo. Fillojmë drejt komandës ulu. Komanda ulu është shumë e thjeshtë. Thjesht, ngrihet dora, ulu, instinktivisht ngrihet dorën dhe ulet. Thjesht, e fton, ngrihet dorën, e shpërblen. Është shumë e thjeshtë. Hajde Frenki. Bravo. Kthej. Hajde. Sepse ai mësohet ulu. Bravo. Më pas rrit ulet pjesë e distancës që të jetë sa më afër, por ne po bëjmë ushtrime sa më bazike. Bravo. Hajde. Bravo. Hajde. Bravo. Këtu, ulu. Bravo. Perfekt fare është të ulet paralelisht, por nuk po ushtroj idenë e perfeksionizmit. Thjesht po bëj prezantim. Komanda shtriu është jashtëzakonisht shumë e lehtë. Poshtë. Bravo. Thjesht ulet në kaq qenë që nuk ulen, stop aty. Kaq qenë që nuk ulen, thjesht me njërin në dorë bën këtë gjë. E shpërblen. Dhe gjatë gjithë kohës ti e shpërblen procesin e pritjes. Aty, bravo. Domethënë, e mëson që është normale që të qëndrosh në këtë ushtrim. Okej. Po gabimet më të shpeshta që bëjmë? Gabimet më të shpeshta që po vëre shumë shpesh është një përzgjedhje e gabuar e qenit mbi bazën e stilit tënd të jetesës. Kjo është primare që unë shikoj shumë shpesh këtu. 2 është shkëputja e hershme që ne bëjmë. Është mirë që klyshët e vegjël merren mbi 2 muajsh. Dhe është mirë që të sigurohesh që klyshët kanë qëndruar me nënën. Pse? Sepse marrin informacion maternal, marrin atë informacion që ju ja jep nëna, ti je sigurt që nuk ja jep kurrë trajnerët më të mirë të botës të mbledhësh bashkë, nuk ja japin, sepse është informacioni genetik. Shkëputja e hershme kultivon qenë që kanë problematika me ankthin. Të qëndruarit ke pronarë që qëndrojnë në stadin klysh 24/7 me klyshin. Është gjëja më gabuar e mundshme sepse kultivon bravoç. Kultivon ankth. Domethënë qeni mësohet klyshi, mësohet me idenë që pa pronarin unë nuk jetoj dot. Dhe përgjithsisht qenë të tillë shkatrojnë shpinë, urinojnë, defekojnë, ke linja të caktuara të qenëve që kanë problematika të tilla. Në çdo problem që qeni shfaq, jemi në fajtorët, nuk ka. Domethënë ne i japim atë strukturën dhe janë gabimet tona ato që jemi ne që ndërtojmë qenin. Domethënë ne jemi përgjegjës për çdo sjellje që shfaq. Praktikisht qeni është pasqyrë e pronarit. Këtë po. Madje ngjajnë, e thon studimet 100% që ngjajnë tërësisht, domethënë është vërtetuar shkencërisht që 5% që ADN skalon. Edhe kur ecin një lloj. Domethënë në trajnime kur jam shpesh, shikoj pasqyrën e karakterit të pronarit e shikoj gjithë kohës tek qeni dhe do duhet në proces të trajnimit, sidomos rehabilitimit, do duhet të ndryshë të psikologjia e pronarit që të shkosh tek psikologjia. Dhe është sigur që unë një malinoj do e bëja për tatë. Nuk bëhe malinoj për tatë. Nuk bëhet, po. Më beso. Një malinoj ty ka për të bërë që të kesh një jetë sa më aktiv. Mua më njohë sa do pak tani? Po. Qose do ta përkthelesh, hajde këtej, përkthejmë bashkarisht. Bravo, qet. Ja. Të vi nga Përkthele, po. Përkthele but. Bravo. A mund t'ja bëj dhe unë një ushtim? Vetëm dëgjoj, shë çfarë ndodh. Kur pozicionon kokën në këtë, qeni e percepton si kërcënim dhe si jo, stop. Është i ngurtë. Është i ngurtë në këtë rast, është i ngurtë. Stop. Ja, stop këtu. Qetëso. Bravo. S'ka gjë, pa problem. Bëj përkthjelje avash avash. Ushtrimet. Okej. Stop. Mbaj ushqimin këtu. Si tha mbaj ushqimin? Ushqimi mos gabojmë mbaj kështu. Ashtu, po, i fshehur. Pregi. Hajde. Hajde. Bravo. Bravo. Ulu. Bravo. Në moment që mban ushqimin kështu, e nxit që të hidhet ta kapi. Ja, okay. Është ta pres. Thjesht mbahet kjo ashtu. Hajde. Bravo. Hajde. Bravo. Thuaj ulu. Okej. Thuaj poshtë. Kështu. Okej, kështu bashkarisht. Okej, ja kështu. Bravo. Bravo Franki. Bravo. Për ta çuar duhet ta ngre lart. Okej, thjesht me ushqim e ngre dorën lart. Okej. Lart Franki. Bravo. Dora kontrollon lëvizjet e kokës. E kuptoj. Domthonë në çdo situatë dora kontrollon. Hajde. Dora. Franki? Hajde. Okej. Ndërhyra kështu sepse kam sëmundje profesionale që duhet përmirësoj unë nuk jam trajner. S'ka asgjë të keqe. S'ka asgjë të keqe. Bravo. Bëra mirë. Një këshill për të gjithë njerëzit që kanë qenë. Përpara se të marrin një qen, të këshillojmë ekspert të fushës për të përzgjedhur qenin në përshtatshëm dhe absolutisht marrja një qeni nuk duhet të jetë një vendim emocional. Duhet të këshillohesh, të bësh plan ekonomik sepse shumica pronarëve të qenëve marrin qen dhe një pjesë e madhe përfundojnë në rrugë vetëm për shkak të marrjes së një qeni të gabuar. Malinoj jo pa qëllim zëlla Frank kësaj radhe sepse është nga qenë që po frekuentohet dhe po merret shumë nga pronarët e qenëve në Shqipëri, por është edhe nga qenë që gjen shumë shpesh në rrugë vetëm sepse i braktisin për shkak të nevojave që ka kjo linjë qenë. Është qenë racë fantastike dhe është, më beso, unë e njoh
që në ADN. Dhe kur e shikoj në rrugë më dhimbset, sepse nuk është një qen me potencial të jashtëzakonshëm dhe ta shikosh të braktisur të dhimbset shpirti. Prandaj edhe zgjodha si qen. Unë të falenderoj shumë për Ishte kënaqësi. Ishte shumë e vlefshme dhe mua më ka pëlqyer shumë. Më vjen mirë, edhe më kënaq. Faleminderit. Faleminderit juve. Kap. Bravo. 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 Opa, bravo. Bravo. Opa, tek. Ka marrë zinxhir. Opa. Stop. Bravo. Mbaj me dy duar, që t'ishe sigurt. Mund t'i thosh komandën kape? Kape. S'të bindu. Fregi, kape. Bravo. Bravo, qëndi. Bravo. Maksimumi 15 minuta është i kësaj, ja? Nuk është se ka durimin që të... Ok, stop. Mirë, kemi arritur në fund programit tashmë, sigurisht falenderojmë Orestin për gjithë punën e bërë dhe që shpëtoi pa u kafshuar, por gjithsesi, se bëj shaka, gjithsesi ne do kthehemi prapë nesër për një program komplet tjetër me gjithçka të re, kështu që faleminderit që na keni ndjekur dhe Ditë mbar. paçi.